Fuqia e mirënjohjes. Bibla udhëzon për çdo gjë jeni falënderues. E gjejmë këtë tek e para Thesalonikës, e gjejmë këtë tek Filipian. Shkenca moderne ka vërtetuar se mirënjohja ndryshon kiminë e trurit. Influencuesit sugjerojnë mbajtjen e një ditari mirënjohës. Në qoftë se ju kujtohet shumë herët më përpara, unë ju kam sugjeruar që të shkruani bekimet e tuaja juaja që shikoni çdo ditë. Madje, nëse e mbani mend, unë ju kam dhënë të një dhuratë me një blok të vogël, edhe me një silolavz të vogël që t'i shkruani ato. Sepse këtë gjë sugjeron Bibla. Pra influencuesit sugjerojnë mbajtjen një ditari mirënjohjes për të zhvendosur fokusin nga ajo që mungon tek ajo që ka, duke luftuar direkt depresionin dhe zilin. Pra duke ndikuar pozitivisht në mendjen tënde, por gjithashtu duke punuar për paqen tënde.